Zanfina Ismaili ka surprizuar Labinot Gashin. Këngëtarja i ka bërë një vizitë papritur në vendin e tij të punës. Shpresojmë që Labi të ketë marrë edhe shumë përqafime të tjera si ky që shohim në foto. Sara Hoxha i ka dedikuar një postim në Instagram babait të saj Dritan Hoxhës, i cili këtë të premte do të kishte ditëlindjen e tij të 47. Nën foto ajo shkruan: "Uroj të ndjesh po aq krenari sa ndjeje kur tregoje studion e piramidës, ndërsa hapim dyert e topit të ri." Jo rastësisht, mbrëmja e inaugurimit të fotove të reja të Top Medias në Mëzes përkon edhe me ditëlindjen e themeluesit të saj. Në ditën ndërkombëtare kundër kancerit të gjirit, ashtu si kundër shumë personazhe të famshëm, edhe Bleona e mbështeti kauzën në formën e saj. Këngëtarja postoi këtë foto nudo në shenjë suporti duke shkruar "Fuck Cancer, no bro day". Bleona është e njohur për format e çuditshme të të suportuarit të kauzave si këto dhe nuk mund të ndodhte ndryshe edhe këtë herë. Duket si kryeministri ka një dëshirë të madhe për të folur për sportin dhe mund të themi se ka qenë gjatë gjithë kohës duke mbështetur kombëtaren. Në foton që shihni, ai ndodhet me prezantuesen Marina Vjollca, gati për të filluar procesin sportiv. Nuk kemi çfarë të shtojmë, përveç se duken shumë nice.